Ja të pyesim pak dhe Klodin, dhe Klodi kupton gjeti me që se ti ke dhe këto, do fokusohesh të këto temet e tjera, por tani problemi është mua më vjen... Ti kupton gjeti se ti mund të ishe aty, mund të menin kandidate ata, dhe ti ishe në vend të asaj, meme, të vend të Merjemes. Po do menin ata më? Kandidate për kryetari e Partisë Demokratike. Pa e pyetur, o? Pa e pyetur. Se Merjemin e kanë pyetur të dhe? Tani për krahasimin e shakave. Jo, se flas vetë, unë jam aq aftë sa ta mbroj vetën. Do më godas vetë më. Problemi është këtu, mua vjen shumë keq ku është ka ta ndisur partia më e madhe opozitare në vend. Dhe jam shumë e sinqert në këtë. Domethënë, dihet botërisht që Sali Berisha është vet Ali dhe vet Kadina atë parti. Dhe nuk e kuptoj fare pse thotë që bëj zgjedhje. Domethënë, e gjitha kjo është qesharake, është fars, është e turpshme. Madje unë e përgëzoj atë zonjën që ka marrë kurajon dhe ka nxjerrë fytyrën aty. Në këtë vend ku në janar të para disa viteve janë kapur shkopit e bezbollit, hunjt, molotovët, dyert e blinduara, janë përleshur me njëri tjetrin për atë vullën edhe çfarë janë letrat e Partisë Demokratike, ç'a kuptimi ka tani të bëhet kjo që është komplet qesharake. Unë bie dakord me Gjirishin në një pikë që nëse do t'ishte në garë Ervin Saliani, deri diku mund të jepte një lloj serioziteti, edhe pse ne jemi të gjithë bindur këtu që nuk do ta fitonte. Megjithatë, unë mendoj që brenda Partisë Demokratike ka plot asete, të cilët mund të bëhen ndoshta një grupim së bashku dhe realisht të hapin atë parti. Në të kundërt, ajo është një parti e vdekur që nuk ka asnjë shpresë për të ardhur në pushtet. Dhe nëse ka një fajtor për gjendjen ku është Partia Demokratike, unë mendoj që ai quhet Sali Berisha, sepse një parti nuk mund të mbahet për interesat personale. Një parti do duhet të jetë të jetë opozitarizëm për t'u kundërvënë pushtetit dhe të jetë në krah të atyre njerëzve të pambrojtur. Dhe për sa kohë që Sali Berisha ka kthyer partinë në një vegël për ta përdorur për interesat e veta personale, unë mendoj që është e kohë më të diskutojmë. Dhe është e kohë të diskutojmë për garë dhe është e kohë të diskutojmë për zgjedhje. Kush e njeh Meremen? Ajo mund të jetë një zonjë e nderuar, mund të jetë një e jashtëzakonshme, nuk e paragjykoj fare, por unë nuk besoj që do shkoj një person, një antar i Partisë Demokratike dhe do votoj zonjën ku ndërkohë dihet se çfarë po ndodh. Kështu që kjo është e gjitha e turpshme dhe mendoj që duhet të ketë realisht kritik të fortë ndaj Sali Berishës, zëra të fortë kundër Sali Berishës, dhe të marrë fund një herë për gjithmonë, nëse ajo parti nuk hapet, është e destinuar të vdesë si parti politike. Kaq kisha. Kaq mirë kishe, po duket se nuk është kaq e simpliste, kaq e thjeshtë sa duket, nuk është kaq e thjeshtë. Emisionin e kaluar ne bëm një pjesë të veçantë, morëm shkas nga njerë më përpara dhe edhe nga doktori që bëri një sulm medias. Media e zeze, mafia e zeze medias lirta. Dhe mori shkas se citon të dhe me emër Baton Agjiun, i cili tha do themi je shumë sinqert, tha. Ishte në krahun tim të këtu ku është Klodi tani. Ore do themi je shumë sinqert, tha. Këta janë ratë, tha, punojnë bashkë. E të ratë më së intereson të jetë këtë gjithë, fitojnë bashkë, këta fitojnë bashkë. S'ka pse të... Ndoshta është dhe kjo pjesë preç, kjo anë, që ne për shembull tani po diskutojmë dhe nuk e shikojmë. Ore, pse duhet jemi ne me katolikë se papa, doktorit, ka që duhet ndoshta. Kjo i duhet mu. Është në punë vetë, partinë e vetë e ka krijuar dikur vetë të gjithë dhe tani e mban me të gjitha mënyrat e ka një SHPK. Dhe nuk e ka se e ka vetëm doktori SHPK, këtu çdo parti është SHPK. Një ndërmarrje është dhe çdo parti. E preç që të ikim kësaj fare pak fjale dhe ndoshta nuk është kaq që sa që bëjmë ne rozë, sa që bëjmë ne, kupton, në rozë, jo. Në me thënë që japim një ngjyrë kështu. Këtë objektiv ka doktori e do partinë aty, pastaj dhe doktori ndoshta ka të drejtore, se të gjitha ata aty që janë mbledhur, po presin me ankth të madh si të ikë doktori. Kur do ikë doktori ditën, të gjitha ata. Ka që pardi ky Ilezhë Siegaj, profesori që është profesor me ty, Gjekmarku, presin aty me ankth të madh. Gjekmarku ka bërë hapi më interesant, para disa muajsh i pa dhënë dispozicion postin e nënkryetarit partisë. Një lëvizje pa kuptim fare, ju vënë dispozicion postin e nënkryetarit partisë. Tash jo jep dorë që mbaj, amik. Ajo që mund ta themi me siguri të plotë, edhe mbështetur në gjithë
politologjin, ne atë referojmë kur diskutojmë, kjo që bën Berisha është me vedije një skemë zvoglimi. Dhe kjo e vetëm e zvoglon Partinë Demokratike. Që kur nisi, edhe në vazhdim, që edhe pas gjedhjeve, kur refuzoi që të zbaton të nenin e dorëheqjes, dhe sidomos tani, të gjitha këto janë ngjarjet një pas njëshme që vetëm e zvoglojnë Partinë Demokratike. Dhe unë s'kam nevojë pastaj që të hyj në teori që duken si gjysim konspirative, që jo është me Ramën, s'është me Ramën. Rama e ka aset. Punë të tyre i bën gjithë, mos e ne jemi duke parë. Rama, domethënë, ato unë si di, po mund të jenë, mund mos jenë. Dhe s'ka nevojë që të merren vesh, por Rama, qeveria e Rama e ka aset, një opozitë në krizë, një opozitë në zvoglim. Domethënë një qeveri, një mazhorancë. Po se ti presh aleat më të madh. Në fillim ke dalë me idenë si të rregullosh vendin, ore. E kështu, por nuk e dalë me idenë çdo do marrësh ti se dhe nuk e shikon këto, por ne jemi gazetarë, do të shikojmë. Unë ta thash edhe një herë që tash nuk ka shumë çdo mend e kalem. Kjo nuk do shumë mend e kalem, ylli. Qartë. Për të kuptuar që Berisha këtë e bën për të mbrojtur, sepse ai e ka aq. Jo vetëm kaq, po ndoshta i fiton të gjitha, më është në rregull. Në këtë pozicion. Ata mund tash përblen një lloj opozit. Saliu mund t'i fiton të gjitha dhe më shumë me një parti demokratike në pushtet. Pra, edhe kjo që fiton, sigurisht që ka dhe anën tjetër të medaljes, se ti fiton më shumë... Qa do humte po të vitë në pushtet? Qa do humte... Duke ndonjë si Sultan Mehmeti II, si që jam mësuar të rinë të gjithë ta. Unë po të them që ai ka... Po do je primarje edhe Parti Socialiste, ndërkohë nga ana tjetër skandalet janë galopante. Se jemi në limit. Pra ai e ka këtë hallin e vetë, tash i vjen si këtë gjithë njerëzit që ora ti tani thot, meqense ke këtë hall të hik se të turrën tjerë. Ai e ka bë këtë zgjedhje. E ka bërë. Prandaj Partia Demokratike është sot një mozaik fraksionës, shumica cilëve janë jashtë PD-s, ka fraksione demokratës që nuk janë PD. Si e tha, Gjinushi ka shumë demokrat, Gjinushin. Të kërkoj shumë ndjes. Jo, të kërkoj ndjes, Gjinishi. Po një unë ndryshoj me i, se nuk bënë do me thonë se u shumë që janë jashtë dhe nuk janë brenda, sepse nuk gjenë aty një mjedis demokratik. Dhe si përfundim, kjo parti rrezikon që të konkuroj, jo për pushtet, por për të rinovuar një 35-40 rroga. Po mund të jetë një parti politike që ka këtë... Jemi... Pushat tani kjo punë kështu do vazhdoj them unë, mendoj unë, do me thënë në tranzicion, ne kemi hyrë, dikush më pyeti mua në një emision dje, që është, kam jetuar në dy kohë, i spjegova unë, kohën e Enverorës, që e njihnim dhe dinim që ishtë diktatura, se tani kemi hyrë në një trena, vagona, qatë duash tuaj, kemi 35 vjetë në një tranzicion, që nuk e dim ku po shkojmë, se është dhe kjo ora, preç, nuk e dim ku po shkojmë 35 vjetë.